të gjitha pronat do të mësojnë një rritje çmimi dy fish me një herë, siç ka treguar historia e të gjitha vendeve që kanë hyrë para nesh. Kryeministri Edi Rama ka përsëritur së fundmi thirrjet për investime në pasuri të paluajtshme në Shqipëri, duke nxjerrur shqiptarët, emigrantët dhe të huajt të blenë prona sa më parë. Ai pretendon se pas antarësimit në Bashkimin Evropian çmimet do të dyfishohen, duke marrë shembull Kroacin. Deklarata e tij megjithëse optimiste ngjall dyshime mbi qëllimin e vërtet, stimulimin e një industrie që mund të jenë pranë një krize. Në eventin Matchmaker Albania 2025, Rama përsëriti mesazhin duke ftuar investitorë të huaj të blenë prona në Shqipëri përpara rritjes së çmimeve. Kjo thirrje mund të interpretohet si një përpjekje për të mbajtur gjallë tregun e ndërtimit, i cili sipas ekspertëve po tregon shenja ngandalësimi. Në Tiranë mbi 50.000 apartamente qëndrojnë bosh, ndërsa në vitin 2024 u dhan rekorde lejesh ndërtimi duke rritur ndjeshëm ofertën. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe shoqata shqiptare e bankave kanë paralajmëruar mbi rrezikun e një fluske immobiliare, duke theksuar se ekspozimi i lartë i bankave në këtë sektor mund të sjellë pasoja në rast të një rënje të çmimeve. Shefja e FMN-s për Shqipërinë, Anke Weber, ka kërkuar frenimin e kreditimit për pasuri të paluajtshme, duke paralajmëruar mbi rritjen e shpejtë të kredive hipotekore. Duke njohur mirë situatën ekonomike dhe ndikimin e saj në sektorin financiar, Edi Rama mund të jetë duke stimuluar blerjet për të shmangur një krizë të mundshme, apo si dikur Berisha me firmat piramidale. Pavarësisht interpretimit, fushat e tij për të nxitur investime në pasuri të paluajtshme mbetet një sinjal që duhet analizuar me kujdes.